shojë edhe në Gjermani. Ervin Qela nga pozitat të shua, mirë po Adrian Alia dhe do të shuaj të shoj tani. Alia i shuaj të edhe. Gol spektakular nga Adrian Alia. 2-0 për Shqipëri. Pikërisht sikur të edhe do parë tragjik. 2-0 për Shqipëri, në kjo e për Shqipëri. Përkuvan Desha në stadiumin kombëtar të Varsava. Shqipëria ka arritur të poshtë kampionin evropian Greqisë në rezultat. Ramosi ishte një djalë energjik, një djalë me seder, ishte shumë i ndjeshëm, kishte një veti ai, pa drejtësitë që i banin tjerët nuk i duronte fare, ama ishte edhe i mshurt për të tjerët, po edhe nuk i binte kujt në qafë. Shikonte me fjalë, ishte shumë i ndjeshëm në pikpamjen që mos të rëndoj njëri tjetër, për shembull marrëdhënie me shokët, me prindët, me gjithë, me fjalë ishte tepër i ndjeshëm. Edhe mbi gjitha e karakterizonte domethënë ajo sedër e vlerave njerëzore, ishte shumë i përpikt. Me pak fjalë, me fjalë, kaq ishte me fjalë si virtytet e tij. Lajmi më thanë ishte shokus, domethënë kuptohet vetë nga vetë mënyra ishte papritur. Ishte papritur edhe me ndinjoj me fjalë pa mas, domethënë veprimi i këtij racizmi pa shembull. Ditën e nesme mëngjes, me vjen atë natën e nuk e ndoqëm as i përfundoi ndeshja. Ram me gëzimin e fitores, u qumë nesë mëngjes. Pak, e ndoqëm që dhanë ato me fjalë veprimet policisë greke dhe civilave greke, pak. Na kujtohem se është me fjalë një rast i shkputur. Një rast i veçantë dhe nuk ishim ndjen mirë sepse kjo kishte shpërthyer gjithë Greqi. Domethënë nuk ishim të informuar. E tham hajde gjëra që ndodhin, bëjmë vaki këto gjëra. Edhe nuk e ditëm se do përfundoj kështu. Me fjalë ajo kur morë vesh na erdhi si bombë. Ramazin e kam vrarë gjatë momentit kur ka qenë të festuar, domethënë ka qenë një ndër tre partë që kanë qenë me motorra duke festuar. Edhe kanë dalë në rrugë rrallë, domethënë kanë qenë përgatitur me atë e kanë pas marrë si program ata me votën. Nuk kanë dalë, njëri ka bllokuar rrugën, tjetri ka shkuar kështu në për njerëz edhe pa u duk. Domethënë ka manovruar si hajdut, që me thanë si qifut, jo me thanë drejt po drejt. Ka vepru më shut me anë fshet, dhe nuk e kanë parë quna. Sikur në kanë tregu quna që kanë qenë ngjarje. Domethënë ka ardhur fut në për shqiptar, si me qenë higja më shut. Ka qellu, njani tjetëri më shut i ka qellu pa e kuptu kurse ai që ka bloku rrugën, ai ka shaka, më shut i ka thirrë kështu me lafë.
Kur kanë shku ke spitali, kanë prit bukur një 20 minuta, nuk u ka hap derën ata të spitalit, më shumë, dhe më thënë që ta fuqë spital, nuk e kanë hap derën, përse kur e kanë fuqë, doktori ka thënë që është smak pozitiv rrëtë gjë. Qërë, në momentin kur doli doktori dhe rrëdi shpatlat ka maru i gjë, qërë ndoj, i njeri, dashti e tokës, dashti e njeri, atë gjë që ti qa do të rrush qëtësin në ato momente që të mbash i qëtë.